Separatistët pro-rus dhe trupat qeveritare ukrainase u përballën në një nga betejat më të ashpra që pas nënshkrimit të armëpushimit. Bilanci është 19 viktima dhe mbi 100 të plagosur. Forcat ukrainase ishin ato që dhanë alarmin se rebelët kishin përparuar me një numër të madh mjetesh ushtarake në territorin e tyre. Ndërkaq nga Moska nuk u mohuan këto zëra, por menjëherë ata mohuan përgjegjësinë duke thënë se separatistët thjesht janë kundërpërgjigjur provokimeve të ukrainasve. Nga ana tjetër, Instituti Britanik për Studime Ndërkombëtare Chatham House paralajmëroi se Bashkimi Evropian mund të rrëzohet përballë një agresioni gjithnjë në rritje të Rusisë, që është inkurajuar edhe nga mungesa e vullnetit nga vetë BE për të mbrojtur principet e saj. Studimi ka zbuluar se konflikti në Ukrainë, ku Moska po mbështet rebelët, përfaqëson një moment përcaktues për të ardhmen e Europës. Instituti prestigjioz i kërkon perëndimit të risforcën ushtarake konvencionale. Gjithashtu ai paralajmëroi se Rusia është gati të përdorë armë taktike bërthamore në rrethana të caktuara dhe NATO duhet ta bëjë të qartë se kjo luftë ashtu quajtur e kufizuar është e pamundur. Raporti, autorët e të cilit janë 2 ish ambasadorë në Moskë, thotë se presidenti rus Vladimir Putin ishte inkurajuar nga përgjimet e dobta dhe pak bindse nga perëndimi në ngjarje të tilla si aneksimi i Osetisë së Jugut dhe Abkazisë nga Gjeorgjia në vitin 2008. Ky think tank paralajmëron se rritja e kërcënimit rus do të thotë se aftësia konvencionale duhet të kthehet si një çështje urgjente dhe bindse në Evropë për të ndalur përparimin rus.